Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga pagjumësia, ja 3 ushqimet që duhet të hani për të fjetur si qingj. Të flesh erët e përrjedhoj të plotësosh të gjitha orarët e gjumit që i duhet një njeriu është një nga dhuratat më të mira që mund t'i bëni organizmit. Por kjo jo gjithmonë është e mundur edhe kur keni disa minuta të shtrirë në shtrat me sytë të mbyllur. Ndjesia e pagjumësisë në ato momente duket sikur nuk ka zgjidhje dhe nuk do të mbarojë kurrë. Për të hequr dorë nga një rutinë e bezdisshme që mund t'i ndodhë kujdo, në këtë video do ju këshillojmë që të provoni këto pije para se të shkoni për të fjetur. Zgjidhini një kombinim që ju pëlqen dhe konsumoni para gjumit për të gjetur qetësi dhe për të pushuar të qetë. Qumësht me turmerik. Turmerik ose shafrani indis, si shihen ndryshe në vendin ton, është një nga antiinflamatorët më të fuqishëm që mund të keni në shtëpi, për shkak të përmbajtjes së kurkuminës. Kjo do të thotë gjithashtu një aktivizues i fuqishëm i tretjes për stomakun dhe qetësimin e tij. Mund të ulën nivelin e sheqerit, i cili promovon gjumë më të gjatë dhe më të thellë. Kështu çdo natë përpara se të flini, përzieni qumshtin tuaj me një lugë me plur turmeriku dhe konsumoni për të fjetur më mirë. Pini çaj. Çajrat ndihmojnë në përmirësimin e mendjes dhe kryejnë më shumë procese. Në veçanti kamomili, i cili njihet si një nga recetat më të mira natyrale që promovon gjumin e mirë. Është zbuluar se ky efekt i thellë dhe qetësues vjen nga antioksidanti quajtur apjogenia. Ky antioksidant lidhet me disa receptorë specifik të trurit tuaj që njëkohësisht ulin ankthin dhe nxisin gjumin. Mënyra më e mirë për një gjumë të thellë është të lini çajin të lëshojë sa më shumë ekstraktin e tij në ujë dhe sigurisht do të keni edhe një përfitim të mirë për cilësinë e gjumit. Çokolata e ngrohtë. Një nga pijet më të dashura për të vegjëlit, por jo vetëm. Zgjidhni çokoladë të shkrirë ose një kakao të ngrohtë pa sheqer dhe konsumoni çdo mbrëmje për një gjumë që do të trokas në sytë tuaj. Kjo, një nga alternativa natyrore më të mira për gjumin e thellë, është një mënyrë e shijshme dhe mbi të gjitha mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj, duke ofruar relaks ndërkohë që ju përfitoni edhe shëndetin në trup. Ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit, shtimin e acideve yndyrore të shëndetshme dhe lehtëson çdo stres mendor që mund t'ju mbajë zgjuar gjatë natës. Pra, mjafton vetëm një filxhan çokoladë do të flini gjatë gjithë natës. Lëngjet dhe mineralet. Melatonina dhe serotonina janë shumë të rëndësishme për një gjumë të thellë dhe çlodhës. Mungesa e tyre është pikërisht përse nënat tona kthehen në një makth për sa i përket edhe gjumit të qetë, prandaj bëni sa më shumë pjesë të dietës suaj. Një mënyrë e mirë për të pasur një sistem nervor të qetë që të konsumoni ushqime të pasura siç janë bananet, tërshëra dhe bajamet, do ju ofrojnë shumë përfitime. Hidhini të gjitha ato në një mikser, shtoni pak qumësht dhe e përzieni derisa të formohet një pije. Mjafton gjysmë banane, një gotë qumësht, një lugë tërshërë dhe disa bajame. E konsumoni para se të flini dhe do të gjeni qetësinë e kërkuar, që mund të sjellë kështu përfitime më të mira në cilësinë e gjumit tuaj. Qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë më të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjesinë e lumturisë dhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore, pasi mund të nxjisë gjumin edhe të ata që vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji mentes. Çaji mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Mentet gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre, duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose për një prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të marrë parasysh në dietën tuaj. Lëngu i qershive. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan, prandaj ai mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar se është një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar më shumë orë pushimi gjatë natës. Qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium,
dy minerale që janë të aftë të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë gjithashtu një gjumë më të mirë. Përveç kësaj, ai zvogëlon presionin e gjakut edhe entjet në veshka. Falës sasive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe gjithashtu të relaksohet. Në dietën tuaj mund të shtoni bananet. Bananet gjithashtu përmbajnë triptofan përveç dy mineraleve kryesore relaksuese të muskujve, kalium dhe magnez. Fruti ka efekte qetësuese që funksionon më mirë në mënyrë integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon ndjesinë e ngopjes gjëqërit dëshirën edhe për të fjetur më mirë. Çaji i jeshil. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë. Sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj relakson, largon stresin duke ndihmuar të flini më qetë gjatë natës. Qumshti i bajameve. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë më të thellë. I pasur me magnez, qumshti i bajames ka prova të jetë efektiv kur bëhet fjala për nxitjen e gjumit. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka triptofan dhe falë kësaj, trupi mund të prodhojë melatonin. Ky hormon është thelbësor për të rregulluar oraret e gjumit dhe kjo është një arsye pse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur si duhet. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse për trupin, zakonisht rekomandohet për dhimbjet e stomakut, pasi mund të ndihmojë me tretjen në lehtësimin e tensioneve të brendshme. Sidoqoftë, kamomili ka prova të jetë shumë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç është kështu pagjumësia dhe ankthi. Ndaj, nëse doni një gjumë më të rehatshëm, duhet të bartni më shumë produkte natyrale në shëndetin tuaj, siç janë edhe qershit. Konsumimi një luge me lëng qershie ose një gotë të tillë vazhdimisht sigurisht ju ndihmon. Qershit janë nga burimet më të mira të melatoninës që ofron natyra. Melatonina njihet si hormoni i gjumit. Ajo lind nga shëndrimi i serotoninës. Melatonina zakonisht çlirohet në mbrëmje dhe ju bën të ndjeni të lodhur dhe gati për një gjumë më të mirë. Kështu, ju do të flini më mirë dhe nuk do të merrni tableta ose ilaçe artificiale. Kështu do të përmirësoni cilësinë tuaj të gjumit vetëm me konsumin e qershive. Qiqrat. Qiqrat janë një zgjidhje shumë e mirë. Ato janë të plota me vitaminën B6. Kjo kërkohet nga trupi në mënyrë që të jetë një gjendje që prodhon melatonin. Qiqrat nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj pasi janë të pasur me kalcium dhe magnez. Ky kombinim i bën ato të përsoshura në mbrëmje kur shpresoni për një gjumë më të mirë. Drithrat. Nëse mungon vetëm magnezi, një buke thjesht integrale mund t'ju ndihmojë në vend të tabletave. Dihet se ushqime me drithra integrale që nxisin gjumin ju ofrojnë gjithashtu shumë magnez. Studimet madje tregojnë efektet e magnezit në nxitjen e gjumit. Produktet me drithra integrale janë një recetë e vërtet e mrekullueshme, veçanërisht kur bëhet fjala për stresin, pasi magnezi redukton çlirimin e hormoneve të stresit. Edhe produktet e qumshtit janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Qumshti është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të sjellë një gjumë më të mirë. Ushqimet që nxisin gjumin vijnë në të gjitha format dhe ngjyrat e mundshme. Nëse nuk jeni vegan, bulmeti mund të bëhet miku juaj më i mirë. Ai përmban triptofani, i cili është një aminoacid i rëndësishëm për trupin. Ai bën të mundur që trupi të prodhojë serotonin. Serotonina është hormoni i lumturisë që bën të jeni të lumtur dhe pengon edhe mendimet e bezdishme që vijnë gjithmonë në mbrëmje. Edhe frutat e thata janë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Opsioni vegan i produkteve të qumshtit janë frutat e thata. Frutat e thata përmbajnë gjithashtu aminoacide esenciale triptofan. Nëse dëshironi përfitime të dy fishta, mund të kombinoni të gjitha të dyja. Për shembull, mund të përzjeni frutat e thata me kosin tuaj dhe përveç efektit që nxisin gjumin, kanë edhe një shije më të mirë në mbrëmje. Kështu do të keni përfitime të mahnitshme për ju. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.